Nëse bëjmë një retrospektiv, ne kishim shumë miq jugosllavë deri në 49-ën dhe ata na ndihmuan me ato me krijimin e bazës ligjore të shtetit të parë komunist mbas viteve popullor, mbas viteve 44 e me radhë, por u prishëm shumë shpejt se e pam që donin ta glabëronin, ta bënin Shqipërinë Republikën e 7 jugoslave dhe këtu pastaj tentuam të ishim i gur shkëm graniti në brigjet e Adriatikut. Pastaj zgjodhëm një aleat shumë të zgjuar që ishte Rusia e Madhe. Rusia ne na kishte një kafshat në kuptimin financiar për të na mbështetur atje. Shpreha e famshme e Krushovit që aq grur e misër sa konsumojnë shqiptarët në Rusi i han mit. Pra ne nuk na kishin asgjë për të na ndihmuar, ndërkohë që atyre nga pikpamja strategjike Shqipëria u duhej sepse baza e famshme e Pashalimanit ishte një aset jashtëmase shumë i vyer për ta, për të pas një dalje në detin Mediteran. Pa Kina ka investuar më shumë nga gjithë këto. Absolutisht. Po dua të them që ne bazat e para të industrisë filluam t'i vinim me asistencën e Rusisë së Madhe, pra ishte kapital që për ata ishte asgjë, Bashkimi Sovjetik. Për ata ishte asgjë, ndërkohë që për ne ishte shumë, madje deri në pikën që ne edhe inxhinierë që vinin montonin vinin nga Rusia. Sepse ne nuk është se kishim shtres, çfarë ndodhi mbas 40-s dhe atë shtres intelektuale që ne kishim të studiuar në Vjenë, në Itali, me radhë në Ivram, sepse ishin do të thotë që s'mund të mohoni disa nga arritjet atij sistemi tani. U arrit mbi 90% alfabetizmi, pra u luftuan alfabetizmi. Kjo është debat tjetër, nuk po flasim për elektrifikimi i vendit. Ne po flasim ne po flasim për industrinë. Pra unë thash metalurgjiku. Pra ju e shihni pak më të gjerë spektrin politik, po fosfati metalurgjiku. Këto krijuan me asistencën e jashtëzakonshme dhe me kapitalin që vinte nga vendet aleate përfshirë deri tek montimi. Absolutisht që sistemi i kohës investoi tek disa elita të reja, sepse çoi njerëz të edukoheshin me bursa studimi përsëri me ndihmën e vendeve aleate, dhe bursat nuk paguheshin nga shteti shqiptar, paguheshin nga Bashkimi Sovjetik, paguheshin nga Kina më vonë, sepse kjo histori u përsërit. Kur në momentin e u ndam nga aleanca me Rusin, u përsërit me këtë. Dhe po ta shihni, mbas vitit 1975 kur ne shkputëm marrëdhënie me Kinën, ekonomia shqiptare fillon absolutisht kolapsin, sepse nuk kishim vlerë të shtuar. Edhe jo se nuk u krijua baza e një industrie edhe të lehtë dhe të rëndë, pavarësisht se nga erdhi kapitali, se edhe sot mas 90-s na kanë ndihmuar shumë Bashkimi Evropian, na kanë ndihmuar për aleat, por problemi është që ne kemi dështuar për ndërtuar diçka. Pra ata ndoshta i shfrytzuan me zgjuarsi të sistemit e përparshëm ato asistenca që morin nga aleatët dhe krijoi një farë kam një pyetje për ta bërë sa më interaktive. Flasim për periudhën pas 90. Tani ne kemi 3 modele që u ndoqën në Europën lindore. Një është modeli gradual transformativ neokorporatist sloven, një është modeli laissez-faire estonez apo i vendeve balltike, dhe një është modeli i vendeve të Vishegradit, që është diku ana mes. Pra disa tentuan terapinë shok me sukses, disa me më pak sukses. Ne tentuam terapinë shok, por nuk pati sukses. Terapia shokut ishte ndoshta shumë e dhimbshme, sidomos për një shoqëri që ishte mësuar, se ne ishim edhe brenda kampit komunist, ne ishim totalisht ndryshe, ne ishim absolutisht totalitar, të mbjetonim me ato pak burime natyrore që ne kishim, të eksportonim me shumë kujdes çfarë mundim të eksportonim, ndërkohë që linim qytetarët tanë pa gjithë ne jemi adoleshentë asaj kohe, ne i mbajmë mend radhat, pamundësi sepse thash, mbas 75 ekonomia pati një kolaps, edhe pse patëm kriju një farë industrie. Por ç'a ndodhi? Industria ka nevojë për pajisje që të avansohen, për pjesë kombimi dhe ne s'kishim ku i merrnim më këto. Që ti blinim tek operatorët e tretë, pra mos i blinim tek Kina, tek Rusia, me të cilët ishim prish aleancat, ne na duheshin dollar, na duheshin valutë huaj që ne nuk e prodhonim dot, se ne nuk eksportonim, dhe filluam të hyjmë në atë qorsokakun një ekonomie të mbyllur që sa vinte hante dhjamin e vet. Në vitet 90 kemi ecur mirë, drejt apo gabuar. Atëherë, ky është debat tjetër. Pra, këtu pastaj ndrojnë dekadat, por dua të them e kisha industri. Pra, nuk është se kishim industri zhvilluar, po dhe ajo mbas 75-s kolapsoi sepse nuk ishte rentabile më. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që politikanët pas viteve 90, kryesisht zoti Pashko, ka qenë partizan, ishte më liberal në aspektin e doktrinave ekonomike, mësoi pa modelin e vendeve baltike, kryesisht ato e aplikuan më tepër, po atje ishte i suksesshëm sepse aty patën parasheshjen në Estoni. Patën edhe ndihmën e diasporës, know-how-n, pra ato dijen e tij, nuk mjafton vetëm vullneti pozitiv, do të kesh ekspertizën, do të kesh kapital, janë një sër komponentesh që bëjnë të suksesin një sipërmarrje, nuk është vetëm një komponent. Dhe ndoshta ishte pak e përshpejtuar, por mirë apo keq drejt asaj do shkonim, sepse industria kishte kolapsuar. Pra, edhe një buxhet vogël individual, ti nuk mund të harxhosh 100 euro kur në xhep ke 30 euro, 40 euro. Pra, edhe ato
superfosfati i Laçit, kombinati Çeliku i partisë në Elbasan, apo Merad, apo uzina Dinamo Partizani, ku diun autotraktorë këtu në Tiranë, harxhonin 100 lekë, ndërkohë që kthimi i tyre ishte 30 lekë. Pra, realisht dukej sikur njerëzit ishin punësuar në ekonominë që hidden në employment ose punësim i fshehur, duke sikur i ke punësuar njerëz, por realisht është totalisht jo rentabël. Në momentin që është totalisht jo rentabël, vjen një pikë që nuk ke më para të paguash punëtorët. Dhe ne drejt asaj po shkonim.